Përshëndetje, Demër, jam Diana nga Letra të Rëfejnë dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Letra që kam hapur është Magjistari, njeriu i varur, 9 shpatës dhe asi i monedhës. Ky lexim flet në fakt për një dem që ka potencial real në dorë. Jeni duke humbur energjin, duke qëndruar pezull dhe duke u munduar më shumë në mendje se sa në realitet. E ardhmja nuk është e bllokuar, të dashur Demër, është duke pritur që ti të veprosh ndryshe. Kaq e thjesht. Magjistari, filloj me Magjistarin. Aftësit i ke. Justifikime s'ka më. Për çfarë do që të bëhet. E ardhmja të jep mjetet, jo garanci, por të jep mjetet. Dhe kështu funksionon jeta. Shpeshherë themi, tarot na thot të ardhmen, dua të di. Jo, tarot nuk është dhe të vazhdoj të them asgjë pos ndihmës, udhërrëfyes, guide në rrugtimin e juaj të jetës. Ju jep mjetet, ju jep mundësitë, alternativat për t'i parë, për t'i analizuar, por jo garancit. Kjo letër thot, ti e di çfarë di të bësh, siç e dim gjithë për veten tonë. Ke burime, ide dhe përvojë, por shpesh e nënvlerëson ose i shtyn gjërat për më vonë. Ndalose kërkuar i konfirmim nga të tjerët, për të thënë çfarë duhet bërë, apo ku do vesh, apo si do ndodhin gjërat. Përdor atë që ke tani, jo atë që mendon se të mungon, por gjërat që i ke, jo atë që i do t'i kesh. Njeriu i varur, ky letër tregon një pritje të panevojshme. Jo sepse s'ka zgjidhje, pra, por sepse ti po zgjedh të mos lëvizësh nga frika, apo nga ideja se çfarë do të ndodh, apo se mos po gabon. Duke qëndruar në vend, të dashur Demër, po e sakrifikon kohën, por jo problemin. Ndrysho këndvështrimin, por mos u ngujo aty ku po i bën hapat apo vend numro. Vendimi duhet të pasohet nga veprimi, veprimet e juaja. Ndryshe mbetesh i varur mes dy fazave, në e kaluar dhe në të ardhmen. 9 të shpatës. Shikoni një grua këtu që nuk do thot patjetër, kemi dhe meshkuj që në ndjekin dhe koqa shumë, po vuan. Ankthit që nuk shihet nga të tjerët. E ardhmja faqkur të tregon net pa gjumë, mendime që sillen në rreth, frikë nga dështimi. Por kjo letër është e qartë. Shumica e frikave janë më të mëdha në kokë se sa në realitet. Çfarëdo që keni vendosur, çfarëdo hapi që keni ndërmarr apo po mendoni ta ndërmerrni, është më e madhe në kokën e juaj, ajo frikë që jeni duke ushqyer një kohë të gjatë dhe po rritet dhe nuk po e lë të bëni hapin e duhur apo hapin e radhës. Ndalo vet akuzimin. Çfarë të shqetëson? Pyet veten, a është fakt? Apo vetëm një supozim? A është aq i madh ai problem apo vetëm i rritur në kokën e juaj? Demi ka tendencë ta mbaj barrën vetëm dhe kjo është duke ju lodhur. Stër lodhur, të dashur Demër. Dhe asi i monedhës. Këtu hapet diçka e re dhe reale, që mund të jetë dhe punë, para, stabilitet, ose një fillim që rritet dhe që do rritet me kohë. Por kjo letër nuk funksionon pa veprim dhe asnjë letër tjetër. Nuk vjen si fat, por si shans, të dashur Demër, që duhet kapur. Si shans dhe asgjë tjetër. Thuaj po një mundësi që të duket ndoshta e vogël në fillim, por është farë dhe jo pem. Është farë që do rritet. Të dashur Demër, me kaq sa shikoj ardhmja jote nuk kërkon perfeksion, por guxim praktik. Kur
ndalon se menduari pa fund dhe fillon të veprosh me atë që ke, gjithçka fillon të marrë formë. Kur pushon së pritur momentin e duhur dhe fillon të përdorësh atë që ke, toka nën këmbë bëhet shumë më e fortë që të mund të qëndroni, të dashur demër.